Sot jemi më mirë se sa në 2015, 2016 apo më keq? Jemi më keq. Jemi më keq. Më keq për Zotin. Cajti listojmë 1, 2, 3, se më keq? Më keq. Ti një avli nuk e bën dot se të vinë ata, mos e them unë atë llafën që unë i kam inat, të vinë ata buburecët, e thot ai sa shikon atë zetor që ik me betonite të bëj një avli, mbrapa, të merr të buzurias brenda. Po leje, merr do ti që ta bësh me leje. S'ke shanse të marrësh leje. Pa ta bëjnë malore që ti mos marrësh leje, e të vinë nesër, se ditë do ndërtosh. E të vinë nesër të marr fut atje brenda. E kuptoj. Çfarë ka ky djalë, ka zetor, ka makina, ka kështu. Qartë. Po mos e bëm të shesë. E kuptoj. Iku leja, leje ti nuk merr. Nuk merr dot. Vim ke prodhimi bujqësor, se jemi në fshat, prodhim bujqësor ka. Qa problemi kam prodhim, qa ka ardhur më keq nga 2014? Çfarë ka ardhur më keq? Kosto, kush ke? Kur kemi filluar atëre, me rokama ishte 10.000 leka. Dita e punës. Dita e punës, 10.000 leka. S'kuptojnë gjithë dhe. Sot është 30.000. Një punëtor që ta marrë që ja kyet. 8 orarshi. 8 orarshi është 30.000 leka. Neve grurën, më tepër se 4 kuntal nuk jep 2 lymi, po? Se mos gaboj. Më tepër se 4 kuntal nuk jep. Ne atere, kur ishte 10.000 leka, me rokama, e shisim 300 leka kilen e grurit. Kurse sot është po 300 leka, edhe me rokama vajti 30.000. 30. Me llogari e berë, vete 110.000 leka vete 2 lymi. 110.000 vete 2 lymi. Ti merr 4 kuntal. I haku i gjithçaje, i kosto. Ke lërimnë, ke frezën, ke mbjelljen, ke nitratën, ke korjen, naftën, atje pandaj, e vete 110.000 leka 2 lymi. Sa i merr ti 2 lymi? Ti merr 120.000 leka 2 lymit, po të marrësh 4 kuntal. Po të 3-12 është e bere. 10.000 leka për 2 lym ke Të fitim. vjetra? Të vjetra. 10.000 leka ke fitim për 2 lym. 10.000 lekë të vjetra të vjetra. gjithë kjo lodhje, gjithë kjo strapacim. Dalde, se japën 4, po ka që japën edhe 3, ka që japën e 2 gjysmë, se tokat janë berë, janë varfëruar shumë.